Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 22 deri në datën 28 dhjetor. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe festa sa më të mbara, sepse jemi në fund viti, ku janë dhe festat e fund vitit. Gjithsesi mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, sepse ende s'ka përfunduar, videot e vitit 2026 që janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, por dhe video me tema për dashurim, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëhere, do flasim fare pak, në datën 21 hyn dielli në shenjën e Briciapit, kështu që është një javë ku të gjithë do të japin rëndësi më shumë karrierës, përgjegjësive në familje, ndoshta edhe me festat që janë gjatë fund vitit, por edhe punës. Ju do kujtoni se mbas një pune shumë të madhe ka ardhur koha dhe të argëtoheni me të dashurit tuaj, të shihoni festat, ose nëse jeni duke punuar, planet tuaja profesionale do jenë në mendjen tuaj gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë që të gjithë do merren më tepër me këto situata. Hëna e plot do ketë efektet e veta dhe në vazhdim, si tham, por gjithsesi është edhe një periudhë ku do shënoj atë natën e vitit të ri, deri në fund të vitit. Për të pritur atë vitin e ardhshëm, por për të parë të ardhmen, besimin dhe vetbesimin që keni në veten tuaj. Gjithsesi është një periudhë e mirë, do keni udhëtimet që dëshironi gjatë kësaj periudhe, ju do shkëlqeni për festa, dhe nëse jeni beqar, gjatë një udhëtimi do takoni edhe një person. Dhe shohim, fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Do lëm 2 letra së bashku. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e kullës këtu, energjitë të shenjave të ajrit dhe të tokës. Atëherë, ju shoh që ju presin ndryshime të mëdha. Ndoshta mund të bëni ndryshim luku, ndryshim të vendit punës, ndryshim shtëpie, ndryshim pune për një pjesë tjetër, ose për një pjesë tjetër mund të ndryshoni vendbanimin. Gjithsesi, është një fillim jave ku ju do keni ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Ose ju mund të ndryshoni diçka në lidhje me dashurinë, me njohjet që keni me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por shoh që do ndërtoni gjëra më të sigurta, sepse keni marrë eksperienca në lidhje me çfarë do lloj situate, dhe kjo gjë ju ka bërë që ju t'i bëni gjërat më me logjik. Por ndërkohë shoh një pjesë prej jush ndiheni të pakënaqur, ndoshta ndiheni dhe të pavlerësuar. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me, ndoshta në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër mund të keni punuar shumë fort, të ardhurat tuaja nuk kanë qenë shumë të mira në bazë punës që ju keni bërë, dhe kjo ju lë pak të pakënaqur. Ju do jeni duke menduar edhe ide të tjera në lidhje me gjithçka. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni lidhje me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, ose për disa të tjerë mund të keni lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që keni me shtetin, ku ju keni dhënë shumë para aty për të zgjidhur një situatë ose një çështje, dhe shoh që rezultatet për ju kanë qenë shumë të vogla. Gjithsesi, është fundi vitit, tham, ju do jeni duke menduar edhe në lidhje me shpenzimet që do bëni, ose në lidhje me dhuratat që mund të bleni, por është një javë ndryshimesh të mëdha, por këto ndryshime do vinë bazuar në logjikën tuaj. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve.
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026. Gjithsesi shohim energjinë që vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, jemi te energjia e kupave, energjia e monedhave, e tokës, energji toke, energji ujë, por jemi përsëri te energjia e shenjës tuaj, energjia e shenjës së demit. Ju shoh që bini pak të trishtuar, jeni përqendruar në të përditshmen tuaj, ndoshta në lidhje me një dashuri, ose ju jeni përqendruar te përditshmja juaj dhe nuk shihni një person që ju ofrohet, një kupë emocionale që vjen drejt jush. Për pjesën tjetër, mund të jeni dhe duke refuzuar dikë gjatë kësaj periudhe në lidhje me dashurinë, sepse ju shoh që ndjeni shumë të pakënaqur, jeni ndjerë shumë të vlerësuar dhe jeni përqendruar te kjo situatë. Por gjithsesi unë shoh fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Ju dëshironi të riskoni, ndoshta edhe pse ndjeni të pakënaqur në një dashuri, në një njohje, ju përsëri dëshironi të hidhni hapa me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër një person i ri vjen drejt jush, që dëshiron të bëjë një fillim të ri. Për disa të tjerë shoh që mund të jeni përqendruar kaq shumë te gjërat tuaja të përditshme, ndoshta fund viti është, në lidhje me përgatitjet ose me blerje të ndryshme që keni, dhe nuk shihni mundësi dhe oferta që ju vijnë gjatë kësaj periudhe. Mund të jetë një mundësi ose një ofertë në lidhje me punën tuaj, sepse shoh që ju keni punuar shumë, jeni duke menduar dhe rreth shpenzimeve të fundvitit, ndoshta në lidhje me dhuratat ose diçka tjetër, por ndërkohë një pjesë tjetër shoh edhe në udhtime. Ju dëshironi të shkoni në një udhtim. Ndoshta shoh që ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë, mund të keni edhe një person besnik që ju mbështet në këto hapa që ju do hidhni ose në një udhtim që do bëni. Gjithsesi është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës, por kemi te karta e magjistarit gjitha llojet e energjive, gjitha shenjat e horoskopit. Ju shoh jeni në pritje të një përgjigjeje që mund prisni nga një person që e keni në distancë në lidhje me dashurinë, ose ju prisni një përgjigje për të shkuar dhe diku në një udhtim. Por në rastin tjetër mund të prisni një përgjigje në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike ose në çështje dhe situata të ndryshme. Shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht për anën ekonomike, ndoshta për shpenzimet, për blerje të ndryshme, për dhuratat që mund të bëni. Por shoh që do jeni në një pozicion të mirë ekonomik. Deri në fund të javës, shoh që ju keni manifestuar në lidhje me një realizim. Ka qenë, nuk e di, shoh një lloj karme këtu në lidhje me ju, por ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri, jeni duke menduar seriozisht për këtë person, por ndërkohë ju shoh dhe në pritje të këtij personi. Dhe në fund të javës ju realizoni atë që ju dëshironi ose ëndrrën që ju keni në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me anën ekonomike, me anën emocionale, por dhe me qëllimet që ju keni vendosur vetes. Mund të jeni duke pritur një përgjigje për punën tuaj ose për të rritur anën tuaj ekonomike, dhe unë shoh një realizim që do keni deri në fund të javës. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju, dhe këtu mund të prisni gjithçka, mund të prisni përgjigje të ndryshme, por unë shoh një realizim në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj,
ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Të shohim energjinë që na vjen. Atëherë erdhi një energji fantastike dhe për ju shoh në festime, keni të bërni me energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Atëherë shoh jeni në një duke festuar, ju mund të dilni të pini diçka jashtë ose të mblidheni me një grup njerëzish. Shoh aty do njihni një person. Një person është një person që do t'ju tërheqi dhe ju në mes të javës do filloni të mendoni seriozisht në lidhje me këtë dashuri, me një njohje. Dhe në fund të javës ju shoh që ndiheni më të sigurt te vetja juaj, ndiheni më entuziast, më të gëzuar, por në rastin tjetër mund të jetë që ju jeni duke festuar në lidhje me punën tuaj ose në familjen tuaj, por edhe në situata të ndryshme ekonomike që mund të jeni, sepse ju shoh në një pozicion shumë të mirë ekonomik. Ju shoh me lajme të mira, shumë të gëzuar gjatë fundit të javës, por festime para shoh këtu, por edhe lajme shumë të mira në lidhje me ju. Është një javë fantastike. Ju do jeni duke menduar ndoshta edhe për shpenzimet që do keni për fund vitin, për dhurata të ndryshme që mund të bëni. Dhe është një fund viti që ju jep kënaqësi, ju jep gëzim, ju gjen më të qeshur, më festiv të gjithë ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që na vjen. Atëherë kemi të bëjmë më falni, kemi të bëjmë energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Ju shoh që do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një dashuri. Mund të jetë një person që është në shoqërinë tuaj. Ju do ndjeni në dilema me këtë person, ju do dilni duke pirë diçka me personin, por ju shoh që do keni paqartësi akoma, nuk do dini çfarë të vendosni. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të jeni midis dy historive, dhe ju shoh në një trekëndsh, një pjesë prej jush, ndoshta është një padrejtësi kjo që ndodh në këtë njohje ose lidhje, mund të jetë personi juaj në një varet. Këto janë specifike, nuk janë për të gjithë, keni parasysh këtë gjë, sepse janë lexime të përgjithshme. Gjithsesi, në lidhje me punën, mund të keni kundërshtime idesh te vendi punës, ose ju ndjeni që ju bëhet një padrejtësi te vendi punës, ose edhe në situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë në familje, një situatë ekonomike, në çështje dhe situata që kanë lidhje me ligjin, me shtetin. Dhe kjo gjë ju fut pak në dilema në mesin e javës, por në fund të javës shoh që do merrni lajme të mira dhe do jeni edhe duke e festuar këtë gjë. Dhe këto lajme mund t'i merrni, mund t'jenë lajme te vendi punës, ndoshta për të ardhurat tuaja. Në rastin tjetër mund t'jeni midis dy punëve ose të kapni dhe një punë tjetër gjatë kësaj fundjave, edhe pse është fundi vitit. Ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta në lidhje me anën ekonomike, por ju shoh në festime edhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me dokumenta të ndryshme, me ligjin, me shtetin, çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve.
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Atëherë ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh që jeni në një pozicion të favorshëm, jeni duke menduar rreth situatave të vështira që keni kaluar dhe mendoni të bëni fillime të reja. Kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, me njohje të reja në lidhjet me marrëdhëniet tuaja, por dhe në situata të vendit punës ose në çështje që kanë lidhje me ligjin, me shtetin, shoh këtu, me institucionet shtetërore, mund të jenë dokumenta të ndryshme, por mund të jenë dhe çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi në fund të javës, shoh që ju do përdorni shumë pjesën e logjikës, ndoshta për të vendosur një rregull në jetën tuaj, ose ju dëshironi që të organizoni gjithçka në lidhje me një fillim të ri. Sepse shoh një çlirim në mes të javës. Ju çliroheni nga shumë goditje që keni marrë në jetën tuaj. Jemi te 10 e shpatave, ndoshta për një pjesë prej jush keni marrë goditje në lidhje me dashurinë, por që i ka ardhur fundi kësaj situate. Për pjesën tjetër, mund të keni marrë goditje te vendi punës, nga ana ekonomike, me një person të caktuar që jeni në njohje ose në lidhje. Kjo mund të ketë lidhje edhe në marrëdhëniet tuaja familjare. Por gjithsesi unë shoh që ju çliroheni për të bërë një fillim të ri. Dhe shoh një ofertë dashurie, një person që vjen drejt jush. Është një person që i ka vendosur qëllime vetes në lidhje me ju, por ndërkohë shoh që është një person që do dhe një romancë. Për një pjesë tjetër, i ka vendosur qëllime vetes për të ardhur drejt jush, për të pasur një romancë me ju. Ky person vjen nga një udhtim, mund të jetë udhtim i shkurtër ose i gjatë. Është një person që ka shumë një energji të jashtëzakonshme, shohim këtu, por gjithsesi mund të keni edhe një ofertë pune, ose mund të jetë edhe një ofertë në lidhje me të gjithë ata që mund të kenë probleme me dokumentat, me institucionet shtetërore, ose me çështje dhe situata të ndryshme. Unë shoh një ofertë që do t'ju vi gjatë fundit të javës, ose ju do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje për të zgjidhur këto situata. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe përsëri energjitë shenjave të zjarit. Është një javë fantastike shoh në lidhje me ju. Ju do keni një ofertë në lidhje me dashurinë, është një person që është i suksesshëm, mund të jetë edhe një person që vjen nga një distancë, mund të jetë distancë e shkurtër ose e gjatë, por gjithsesi ju shoh përsëri keni shumë oferta. Keni përsëri një ofertë, ose ju do jeni, mund të njiheni me një person në një udhtim, që do kërkojë një romancë në lidhje me ju dhe shoh që do jetë diçka që vërtet është diçka me pasion, por që do ta quani si një fitore, mund të them. Në rastin tjetër mund të keni një ofertë pune, që është një ofertë shumë e suksesshme dhe do ketë persona që do t'ju mbështesin në lidhje me këtë ofertë që do merrni, por do ketë dhe persona të tjerë që do bëhen ziliqar. Gjithsesi ju do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje, ju shoh. Do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme që ju do keni, por është një javë suksesi, fitoresh, oferta, mund të jetë ofertë ekonomike, mund të jetë ofertë në lidhje me punën, kontrata të ndryshme që do keni, por e rëndësishme është që është një javë shumë e fortë dhe e mirë për ju, sepse shoh që po mendoni shumë dhe për anën ekonomike në lidhje me një udhtim që do bëni.
por sigur nuk hidhni hapa akoma, nuk keni vendosur akoma, por në mesin e javës shoh që ju do ta vendosni këtë gjë. Është gjithë java që ju bie me udhtime. Dikush prej jush mund të ketë edhe një punë që është gjatë gjithë kohës duke udhëtuar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë për shenjën tuaj. Atëherë, shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, që jeni ju vetë, energjia e shenjës së Priciapit dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh shumë mirë në fillim të javës, jeni shumë entuziast, shumë të gëzuar, me lajme të mira bini, shumë emocional gjatë fillimit të kësaj jave. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku shoh që do ndjeni, do keni lajme të mira, do ndjeni shumë mirë, por dhe në lidhje me anën ekonomike. Gjithsesi, shoh në mesin e javës do keni ndryshime të mëdha, ju keni kaluar shumë vështirësi shoh, por mund të keni të pasur të bëni me persona toksik, njerëz toksik ose situata që ju kanë krijuar tension, por gjithsesi unë ju shoh që ju do jeni më të organizuar gjatë mesit të javës dhe në fund të javës shoh që do jeni duke përdorur më tepër pjesën e logjikës. Keni marrë eksperienca në lidhje me këto situata dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të merrni vendime të rëndësishme bazuar në logjikën tuaj ose në mençurinë që ju keni. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë sepse ju sill lajme të mira, do ndiheni shumë mirë, do jeni më të organizuar, ndoshta edhe me festat e fundvitit gjatë kësaj jave, ndërsa dhe do merrni vendime të rëndësishme. Për një pjesë tjetër, mund të keni të bëni në lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, por dhe private, pse jo. Dhe ju shoh që edhe aty sikur merret një vendim në lidhje me disa situata që mund të jenë krijuar në lidhje me ju. Këto mund të jenë situata ekonomike, mund të jenë situatat e vendit punës, por mund të jenë edhe situata të ndryshme që kanë lidhje edhe me institucionet shtetërore. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që na vjen. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit, të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Shoh që do jeni shumë të konsoliduar gjatë kësaj jave në lidhje me dashurinë, ju do bashkëpunoni në lidhje me një person që keni në jetën tuaj dhe do mendoni se ku të kaloni pushimet. Por ndërkohë ju shoh që mendoni në lidhje me shpenzimet që do keni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, por ju shoh të bashkuar në familje. Një pjesë prej jush mund të bëni dhe blerje gjatë fundit të vitit, mund të jetë blerja një shtëpie, blerja një makine, ose mund të bleni dhe dhurata të ndryshme gjatë fillimit të javës. Në mesin e javës, ju shoh që jeni duke ndëruar rreth këtij personi, një person që keni në jetën tuaj, ose mund të jetë një person, shoh që keni shumë oferta, por ju do jeni të fokusuar te ky person që do takoni. Dhe shoh një fillim të ri. Është një fillim i ri që ju vërtet e keni ëndërruar, vërtet e keni dëshiruar dhe ju do të realizoni në fundin e javës. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën tuaj. Do keni shumë oferta pune, por ndërkohë do jeni duke ëndërruar rreth një pune që ju vërtet e ëndërroni këtë punë dhe unë shoh që do ta keni këtë fillim të ri.
por është edhe një fillim i ri ekonomik, që do marrë zhvillime shumë të mira në lidhje me ju. Është një javë fantastike, pavarësisht se jeni në sëndrave dhe iluzioneve, por unë shoh që është një javë e fortë ekonomike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, ju keni të bëni me energjinë e shenjës së Denit, energjinë e shenjës së Akrepit dhe kemi energjinë e shenjave të tokës. Shoh që jeni në një takim me një person, ju shoh shumë të dashuruar me këtë person. Për një pjesë tjetër, do keni bashkëjetesa, do keni fejesa, martesa gjatë fillimit të javës. Në mesin e javës, shoh që ju do t'i lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe ju presin surpriza pafund. Jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një njohje që keni ose me një bashkëjetesë që do bëni. Ndoshta ju keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me këtë ose edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ju shoh do jeni më të konsoliduar edhe në marrëdhëniet në çift, por ndërkohë do jeni duke menduar edhe rreth anës tuaj ekonomike, rreth shpenzimeve, rreth dhuratave. Por një pjesë prej jush jeni në një pozicion shumë të fortë ekonomik, ose ju mund të mbështesni edhe persona të familjes tuaj edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike. Unë ju shoh do keni kontrata të rëndësishme dhe këto kontrata do të bëjnë, mund të jetë një kontratë pune, kontratë shtëpie, kontrata për të larguar jashtë shtetit, sepse shoh edhe udhtime në lidhje me ju. Dhe do jeni duke menduar shumë fort në lidhje me anën ekonomike. Por mund të jetë edhe udhtime për çep, por mund të jenë edhe udhtime pune për një pjesë tjetër. Gjithsesi, është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, ju shoh që jeni duke ëndërruar rreth një personi. Do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por ju do jeni të fokusuar te një person. Dhe shoh që do mendoni me logjik në lidhje me këtë person, por ndërkohë do merrni dhe vendime të rëndësishme. Është një person që ka emocione në lidhje me një fillim të ri dhe ju shoh ballë për ballë me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni duke ëndërruar rreth fëmijëve tuaj, që rreth festave të fundvitit, oferta të ndryshme pune do keni dhe ju jeni duke ëndërruar, ndoshta për të ndryshuar punën tuaj. Por ndërkohë mund të keni të bëni dhe me institucione shtetërore, me gjykatat, me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me institucione shtetërore ose private, por ndërkohë unë shoh dhe vendime të rëndësishme që merren dhe lajme të mira. Mund të jetë një lajm në lidhje me punën, me ofertat që ju do keni, një lajm ekonomik për pjesën tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me institucionet, me çështje dhe situata të ndryshme, me dokumenta të ndryshme, me studimet tuaja. Varet nga situatat që ju keni, por ju shoh me një çlirim shpirtëror, me lajme të mira, por dhe realizim të ëndrave që ju do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve.
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor të javës, por edhe videot të vitit 2026. Atëherë shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëherë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së briciapit dhe energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë. Në fillim të kësaj jave shoh që do keni disa konflikte, mund të jeni në konflikt me veten në lidhje me disa situata, me tensioni, stresi që mund të keni kaluar, ose ju mund të ndjeni një lloj konkurrence, mund të jetë një konkurrencë në dashuri, një konkurrencë te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Ju shoh keni kaluar vështirësi, ndoshta situata toksike ose tensione të ndryshme, por keni marrë mësime dhe ndërkohë ju shoh që do jeni më të organizuar në mesin e javës në lidhje me gjithçka, me punën, me anën ekonomike, por dhe në lidhje me disa situata të caktuara, konfliktesh që mund të keni. Gjithsesi, në fund të javës, ju shoh që jeni përqendruar shumë tek këto situata dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, ose mund të jenë dhe lajme që ju merrni gjatë fundit të javës. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që jeni duke refuzuar këto situata, nuk e di, mund të jenë disa tensione ose situata konfliktesh ose një lloj konkurrence te vendi punës dhe ju jeni përqendruar kaq shumë te kjo dhe sikur nuk dëshironi sikur e refuzoni këtë situatë. Gjithsesi, është një javë e mirë, e rëndësishme është që ju dilni nga këto situata, jeni më të organizuar dhe do përqendroheni edhe brenda vetes tuaj gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026, sepse aty shtrihet i gjithë viti, por mund të ndiqni dhe videot e shenjave me fat të vitit 2026. Atëherë kjo ishte për ju uroj një mbasditë sa më të këndshme, një javë sa më të mbarë, një fundjavë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në video